Kemi pasur një rast eksorcizmi, gruaja shfaqi shenja të magjisë, pastorin njohur trondit me deklaratën e tij. Historia e rëndë në Palermo të Italisë, ku babë e birë torturuan dhe vranë nënën dhe 2 vëllezërit pasi mendonin se po pastronin shtëpinë nga djalli, është lidhur me aktet e eksorcizmit që praktikohen nga disa sekte të ndryshme jashtë kontekstit fetar. E ftuar në një emision, pastori Steve Biller tha se një rast të tillë e kishim pasur edhe në Shqipëri, ku një grua shfaqi shenja të magjisë. Pastori tha se akte të tilla nuk duhet të lidhen me fen, pasi Zoti predikon jetën dhe jo vdekjen. Situata nuk është normale dhe një lajm i tillë të vret zemrën. Ne humbasim shpresë në shumë gjëra dhe kërkojmë paqe ndiku. Në Bibël, Jezui është ai që ka dhënë besimin dhe ai ka predikuar jetën dhe vetvrasjet dhe vrasjet nuk janë normale. Kisha punon me shumë komunitete të ndryshme me të varfrit, përdoruesit e drogës e të tjerë. Unë do të them, një rast jemi futur në një shtëpi dhe kemi takuar një grua që ishte shtrirë në një batanie. Ajo filloi menjëherë të bërtiste dhe në ato çaste ne themi në emër të Jezuit largohu dhe filluam të luteshim dhe ajo ra në gjumë. 2 minuta më vonë u zgjua dhe u soll normalisht duke na bërë kafe. Të nesërmen morëm vesh që burri i saj vajti tek një magjistare dhe ajo ka rënë në tokë duke dhënë shenjat e magjisë, ka thënë pastori. Pak ditë më parë, një grua dhe 2 djemtë e saj u gjetën të vrarë në shtëpinë e tyre. Trupi i Antonella Solomone, 41 vjeç, u gjet i djegur, ndërsa 2 djemë, 16 vjeçari Kevin dhe 5 vjeçari Emanuel, u gjetën të mbytur me zinxhir. Ngjarja horror u krye nga bashkëshorti dhe vajza 17 vjeçare e çiftit me pretendimin se po largonin djallin nga shtëpia.